إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamat ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, Allahu xhalla wa ala në fillim të Kur'anit famlart, gjithsesi në surën Al-Baqara thot: Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Allahu Jalla wa Ala thot Alif Lam Mim, ky libër pa dyshim që është prej Zotit Jalla wa Ala dhe s'ka dyshim fare në të. Huden lil muttaqin, është udhëzues për njerëzit e devotshëm. Pra ky libër nuk ka dyshim që prej Zotit dhe është udhëzues për të devotshëm. Shtrohet pyetja, çka është devotshmëria? Dhe pyetja tjetër më njëherë, kush janë këta të devotshmit? Devotshmëri dashur vëllezër ose takvallak, me sfigu me dy fjalë, ne i ka sfiguar Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Omer ibn Khattabi prisi besimtarve e ka pyet Ubej ibn Ka'bin radhiyallahu ta'ala anhum ejma'in, ka thonë o Ubej, ka thonë çka është takvallaki, çka është devotshmëria? Ka thonë o prisi besimtarve, a ke hec në herë me një vend me thera? Ka thonë a ke hec në një vend me thera në herë? Ka ra me hec në një vend që ka pas thera, gjimba. Ka thonë po. Ka thonë çysh ke hec? Ka thonë vallahi më e gishtave, jum rujt mos po kapna me naj therr, mos po hym naj gjim. Ka jam qeni kujdesshëm ku e qes hapun, ku e qes këmbën. Ka thonë kjo është devotshmëria. Takvallaku është muslimani me hec sikur se që po hec në për thera, me shiku cila është halal dhe cila është haram, me i kry obligimet e Zotit dhe mund dalun nga daresat e tij. A mos po të kapet ndaj haram dikun ka hec rrugës, a mos po shkel dikun, a mos po shet diçka, kjo është devotshmëria. E po mirë, kush janë këta njerëz të devotshëm? Çfarë cilësi kanë këta njerëz që Allah Azza wa Jall po thotë Kur'ani famlart është udhëzues për çita njerëz? A kanë cilësia dokën mira, veshën mira? Çfarë pamje a i kushtojnë rëndësive pamjes së jashtme, a pamjes së brendshme? Allahu Jalla wa Ala është përgjigj vetë. Ka thonë alladhina yu'minuna bil ghaib. E para cilësia e tyre është ata të cilët e besojnë të fshehtën. Ata të cilët e besojnë ghaibin të fshehtën. Iman, për imanit Zotit. Për imanit në Zotin është me besu të fshehtën. E çka është ajo me besu të fshehtën? Ebul Ali, një prej ulemave të dhajtë të tefsirit të Kur'anit famlar, thotë është me besu Allahun, një dhe i pashoq që meriton adhurimin vetëm atij, duhet të lutemi edhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje të kërkojmë. E dyta thotë duhet me i besu me lajket e Zotit, krijesat e Zotit që janë krijuar prej dritës, kanë gjeni, kryejnë urdhrat e Zotit me përpikmëri. Thotë me besu të fshehtën do thotë me besu librat e tij që Zoti i ka zbritur tek pejgamberët, me besu pejgamberët e Zotit që janë mbi 120.000 pejgamberët e Zotit, pastaj thotë ditën e gjykimit që kemë dalë me dhënë llogari, me besu xhenetin që është i vërtet, xhehenemin që është i vërtet, dhe takimin me Zotin Xhalla wa Ala, dhe takimin me Allahun e lartësuar. Kjo thot është besimi në të fshehtën. Kjo është pra cilësia e parë e këtyre njerëzve të devotshëm që Allahu Xhalla wa Ala po na tregon në Kur'anin famlar. Alladhina yu'minuna bil ghaib, e besojnë të fshehtën. Kjo është e fshehta që besojnë ata. Pra kushtet e imanit. Të gjitha janë me zemër. Sepse ne se shohim Zotin, ai na sheh neve, e besojmë. Ne si shohim me lajket, e besojmë.
Ne nuk I kem pa pejgamberët, I besojmë thellë. Nuk I kem pa duke ju zbrit librat, I kem librat, I besojmë. Ditën e gjykimit e besojmë thellë, është e fshetë për neve. Xhenetin se kem pa, e besojmë. Xhehenemin nuk e kem pa, e besojmë. Është çështje e zemrës. Është çështje e zemrës, bindje e thellë. Jo cilësia e parë. Cilësia e dytë e njerëzve të devotshëm. Allahu xhalla wa ala thot: "Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." E falin namazin. Dhe e dhon zakatin. Pra Allah xhalla wa ala po na tregon se prej cilësive të këtyre njerëzve të devotshëm janë 3 llojet e veprave. E para, vepra e zemrës, që është e besojnë të fshehtën, e dyta, vepra e trupit, që është namazi, ato që ke bindje e qëtë në praktik, në namaz, dhe vepra e pasurisë, që është dhënia e zakatit. Që është dhënia e zakatit. Kjo është cilësia e njerëzve të devotshëm. Cilësia e tretë. "Walladhina yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Thot, njerëzit të devotshëm janë ata të cilët besojnë në ato që të ka zbrit ty o Muhammed. Unzila ilayk. E çka ju ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? I ka zbrit Kur'ani, famlar dhe suneti Resulullah. Ju ka zbrit Kur'ani, që është fjala e Allahut e zbritur tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam, me leximin e të cilit bëhet ibadet Allahut. Kjo është definicioni I Kur'anit. Dhe ju ka zbrit suneti, hadithi Resulullah, që ne shpjegojmë hadithe shpesh, që është me domethënie prej Zotit dhe me fjalë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E besojnë Kur'anin që është fjala e Allahut, dhe gjithçka që gjendet në to është hak dhe e vërtet, dhe duhet të praktikohet dhe duhet të jetësohet në jetën e besimtarit. Cilësia tjetër, "wa ma unzila min qablik." Të devotshëm janë ata të cilët e besojnë ato që është zbrit para neve. Ne nuk jemi si të tjerët të cilët e besojnë vetëm vetën që ju ka zbrit Allah pejgamberëve të tyre dhe nuk e besojnë as të tjetër. Ne jemi thellë të bindur që Allahu xhalla wa ala I ka zbrit Tevratin Musës alayhis salam. Ja ka zbrit Zeburin Davudit alayhis salam. Ja ka zbrit Injilin Isaut alayhis salam. E ka zbritur Kur'anin, kushtetutën e fundit të Zotit në tokë, e cila I ka dërguar të gjitha të tjerat Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këta janë të devotshmit. Këta janë cilësitë e njerëzve të devotshëm ku Allah azza wa jall thot për ta: "Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Të tillët janë të udhëzuar nga Zoti I tyre dhe vetëm të tillët janë të shpëtuarit. Vetëm të tillët janë të shpëtuarit. Prandaj dashur vëllezër, këta janë njerëz të devotshëm, këta janë ata të cilët e mbajnë gjallë dinin e Zotit, këta janë ata të cilët janë përgjegjës për shpjegimin e Kur'anit, për shpjegimin e Sunnetit të Resulullahut, dhe jo me dalë dikush me thonë: "Shiko, ju jeni musliman, këto në rregull, dhe unë jam musliman, po çito mu s'ma merr mendja." A si ti është ti që aty s'ta merr mendja, dihet që I ke thonë Islamit ditën e mirë. Se ti si ai më thon mu ma merr mendja Allah. Kush je ti? Kush është ai gazetar më thon çka ta merr mendja aty ose mu s'po ma merr mendja? Po kush je ti Allah më thon po ta merr mendja s'po merr mendja. Kush je? Çfarë backgroundit të dijes ki ti si gazetar, si analist, si njeri I shoqërisë civile ose si njeri I përgjithshëm I kësaj shoqërie me thonë, mu e s'po ma merr mendja. Kush të dha drejtën ty ma të mas pari me të dhanë ti men? Kush të ka dhanë drejtë? Kush të ka dhanë ty drejtë me thonë ta merr mendja ty? Në qoftë se beson Kur'anit, ti s'ki drejtë me menu për Kur'an. Qoftë se si je musliman, s'ki drejtë me menu për Kur'an. Çka thot Kur'ani dhe çka thot Suneti? Si je njeri I devotshëm, ti si je që do të mu ma merr mendja për këtë çështje? Sepse janë ata të cilët Allahu xhalla wa ala I lavdron. Të besojnë të fshehtën, falin namazin, e dhon zakatin, besojnë Kur'anin dhe Sunetin, dhe dëshirojnë me ndjek rrugën e tij, të Resulullah, besojnë ato që është zbrit para neve. Ta janë njerëz të devotshëm. Ta janë ata që thirrën për ta shpjeguar dinin e Zotit dhe për dhënë mendime sa I përket atyre çështjeve të cilat neve na interesojnë. Dhe jo të tjerë. Prandaj mos u merrni me te. Mos u merrni me ta. Si thot ai mua merr mendja, dihet që s'del kur gjë. Dhe thuj, as nuk qenë ka prej atyre që e besojnë të fshehtën,
as nuk qenë ka prej atyre që falen namazin dhe adhan zakatin dhe i besojnë Kur'anit dhe Sunetit dhe librave të tjerë. Andaj ne lutsemi Allahun xhallahu ala që t'i përvetsojmë këto 3 cilësi dhe këto 4 cilësi që Allahu xhallahu ala i cek në elif lam mim që ne lexojmë shpesh. Ti jemi prej atyre besimtarëve që i praktikojnë, i thrasim të tjerët me urtësi dhe me butësi në këtë din, në këtë iman, sepse wallahi kanë nevojë për të, sepse këto është shpëtimi. Sepse Allah azza wa jalla thotë, këta janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë dhe vetëm këta janë të shpëtuarit, duke lutur Allahun që të jenë prej tyre. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.